Erdhi ajo ditë e vitit që unë të gatuaj për burrin tim të dashur, gatimin që ai preferon. Është koshari, siç e dini. Shkova mora të gjitha këto gjërat që më duheshin në supermarket, të cilat nuk i kisha vënë re, thjerrzat edhe qiqrat që ishin aty, edhe gjithmonë i merja në për arab edhe në për turk, shqyqur i gjeta te supermarketi anglez. Ishin ato atje, po unë si kisha vënë re, nejse, i kërkoja atje ku ishin gjërat e tjera, orizrat e këto, edhe nuk ishin. I gjeta më në fund të i bleva, nuk i përdora të gjitha se kisha edhe nga të tjerat që kisha prur edhe nga Greqia, mos e pyesni, kisha sjell thjerza edhe qiqra e kështu nga Greqia se më pëlqejnë markat atje, po dhe këtu janë shumë të mira, zjejnë me një herë, dua të them. Edhe nejse i bleva që ti kem. Tani, si në fillim, zjeva qiqrat, zjeva thjerzat, makaronat, duhen këto makaronat të vockra fare, nuk duhen të mëdha, që të përgatitin për koshari. Mos e pyesni, duhen, siç u kam thënë edhe herë tjetër, 7 gatime që të përgatiten. Edhe me që këto po i përgatitja atë kohë që po vendosja edhe bredhin e vitirin në shtëpi bëhej nami.